I gjithë territori i qarkut Kukës vijon të jetë i përfshirë nga reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar të shoqëruara me erë. Për shkak të reshjeve të dendura e të vazhdueshme, në akset rrugore kombëtare ka pasur rënje të vazhdueshme të gurëve, verave dhe materialeve inerte. Po ashtu, problemadhor mbetet vërshimi i ujrave në disa segmente, si Bajram Curri Fjerz, Dushaj Lek Bibaj, Bajram Curri Valbon. Pavarësisht vështirësive, të gjitha akset kombëtare në qarkun Kukës janë të qarkullueshme, ndërsa raportohet për ndërprerje të energjisë elektrike në fshatrat Zahrisht, Golaj, Helshan, Kostur, Perollaj, Bytyç, Kam, Kepenek, Zherg, Bukov, Demaliaj, Begpac. Nga ana tjetër, reshjet e dendura të ditëve të fundit kanë sjellë rritje të ndjeshme të rezervave hidrike në kaskadën e Drinit. Niveli i liçenit të Fjerzës ka arritur në 276.58 metra, ndërsa prurjet mesatare në hyrje janë rreth 430 m3/sekond. Pavarësisht shtimit të prurjeve, hidrocentrali i Fjerzës nuk po prodhon energji elektrike, pasi asnjë nga 4 agregatët nuk është në punë.